krizën e pas mohat piskopës e fukarallak, shkoj një rrit i shmije për interes vetin. Shka bojnë plest, shka bojnë pensionerat që kanë punu të njetër për Kosovë. Shka bojnë ata që s'punojnë hiç, kompet e tjera që s'kanë. Me mgu mu këtë popullë që në komë dhe nuk e lejujmë këto më po. Që lyfta me njerë që s'kanë men. Alloj s'kanë men. As nuk ka shtet. Gjithë kërë me ta ohej shtetin e... Orët për qytetarëve të shtunën për dhërën ka protesta, duhet me ju bashkue. Unë mja dalë me pagu pensioneri me 100 euro. Zyra e rregullatorit për energji ka lajmëruar që prej 1 prillit do të hyjë në fuqi një rritje prej 15% e çmimit të rrymës, po kjo ka ngjallur shumë pakënaqësi dhe shqetësim te qytetarët e Kosovës. Shumë zyrtarë të opozitës kanë reaguar në lidhje me këtë çështje, madje ky vendim u kundërshtua edhe nga presidenca. I të struin tarifet katastrofa, më në projizat zotit. Unë jetoj jashtë, të vizu, po kur po vi ka pilota në 4-50 euro, kur po vjen 2 euro në të shka bo marë shpia sot, jo po du 2 euro me pagu ato, po du keme lon 2 euro për shekëshëm që është në ora të heca në e knej, po s'ka kur gjo kja punë. Po, na punojmë jashtë ka dirë zotë kur ki rogën, du të me pagu, po kur nuk e ki që shë pagun të atjerë. Hajde në paguj, ti e pagun. Shka bojnë plest, shka bojnë pensionerat që kanë punu të njetër për Kosovë. Shka bojnë ata që s'punojnë hiç, kompet e tjera që s'kanë, për shembull hashkalit, romt, kërkon se kanë punë. Që shqetojnë ata shkret, katastrofë. Nolta, mashtrajto zejtini, promjëm shku në ora market thirët, 1,49 një litër zitin. Kjo të merë për Kosovë. Kjo të merë për Kosovë. Po të thëmë se sa ma shumë me dalë me punu jashtë, me lanë këtë ven edhe me punu. Sa të mujnë me punu me pas jetë, se drushe s'ka këtë bacë. Për ju e trive s'ka. Qeveria i ka punë të veta. Qeveria që 20 jetë mas luft e punë të veta, gjepin e vetë. Shka do me mo me qeverit, i përshe vetë. Vjen prej stokit një për placë koncesion. Shka dhe me thonë në kësaj punë, s'ki kur gjo. Inshallah bëhet mirë. Kjo katastrofë është kjo. Me këtë gjendje janë shumë katastrofë. Disi, amo nuk kanë rregull kjo. Me mgu mu këtë popullë që në komë dhe nuk e lejujmë këto më po. Kjo është e palejushme. E pa, që shme thonë, kjo është e padurueshme shkurt. Nuk lejohet më është ashtu. Bëth shtrajton. Si në Evropë është, sa dush është e shtirë. Nuk më njeri më anku vazhdimisht, amo kjo është e shtirë, katastrofë. Se na e kemi gjithë me thjesht, na me dru, në zemi e këta na e kemi. Amo, apet vjen 50 euro, po do. Po çdo rritje është e mirë, po që keme bo? S'mujna na me vendosë qytetarët. Vallaj, po ja dalëm diqysh, po ta na shtrejt. Edhe rryma, edhe ushqimet zakonisht, pa mëtër. Po unë jam pak banor, të antar, 70 kanë do, 70 euro, që tash i paguat 61. President ja ka thonë mos për rrit. Vallaj diqat, tham, inshallah jetë qështu qysh është, qështu kish bo. Të unë për bje me fatorja 2 euro në ditët. Pa më të thonë drejtën unë punoj, pensioner jam, po punoj ka pak, edhe gruja punon. Pa i mirë, po jetojmë, po të i dikun. Pak është nështë e shtrajt, po. Në varët i rajonit, apet na po jemi pak më të lirë. Në varët sa po argjojnë njerës, ma shtrajt 100 euro. Po e kom shryzu për edhe për nëzemi, pak. Për që mujtë e kalum që se kumë shryzu në zemë jenë 35 euro, 40 euro të rëvarët. Por një shtres njerëzve pak është trajt, po s'ki qa me ba. Kush s'punon edhe më në mja dalë, kush s'punon edhe s'harqit pak, apet ja del. Tjera, çmime tjera dhe përgjësit shtrajta e më pak. Pak jeta është e shtrajt. Që shpishen edhe vetë. Po shtrajt normal është se shtrajt. Po e dikush s'mune, dikush s'mune. Po tash qyrëm të varet për qytetarëve të shtunën për dhërën ka protesta, duhet me ju bashkue. S'kam përgjegjë. A ku puni me ja doli me pagu? Ku mja dalë me pagu pensioneri me 100 euro. Taj prodhim nuk ka, prodhimi ka ra që 5 vite, planifikimi elektronës nuk u realizua që shke, pa qare që deri diku është i arsyeshëm shtrajtimi, po s'është i arsyeshëm
refuzimi termocentralit të ri. Si pasojë e refuzimit termocentralit të ri, shtrajtimi pritet edhe ma shumë, kjo veç fillestor. Normalisht, çmimet tjera krahas rrymës, edhe ato sigurisht do të rriten, qa mbarën prej rrymës prodhimet e tyne, që pa rrymë, sot industria ushqimore komplet është mbarën prej rrymës. Kështu që normale është edhe ato me pas ngjitur. Shqiptarë për dalë dhe s'pash punë me ta. Pse? Se po për krizën e mas moha peskapës e fukarallak, shkojnë rriti shmire për interes vetin. Veç interes personale kjo. Pa me qysh të alon rrymën, du të me leo bukën me kysit të alon rrymën. Se me mund, se lyfta me njerë që s'kan men. Valloj s'kan men. As nuk ka shtet. Gjithë kërë me ta uhej shtetin e si përmonët. Nuk ka. Pazisë në Afrikë. Na je vloma Afrikë që tash Kosova. Vesh kush do me rese barabar me Afrikë. As ka ligj, as ka drejtësit në zure, as ka persona që jenë smut, që jenë vejlihit, veç, havo. Gjithë kush me ta uhej shtetin. Për sa du të me kojt, jo për njerë që desin. Du të me kojt për njerë që ta uhejsi që s'din. Mjerët na ku i e më shkurt.